Ore, po si të humbim pesh? A duhet të masim kalorit apo jo? Tani, ky është podcasti, ose fjalimi, ose quajesi dush im, The Nutritional Fix, ku do sqaroj çdo javë tematika të ndryshme, ndoshta çdo javë, rreth të ushqyerjes, nutricionit e kështu me radhë. Tema që dua të flas sot dhe nuk dua t'ju mbaj shumë gjatë, është si të humbim pesh dhe a është e rëndësishme matja e kalorive. Do fokusohem shumë tek matja e kalorive, sepse shikoj shumë njerëz që kanë mendime shumë të gabuara rreth humbjes peshës. Kanë ngelur akoma te matja e kalorive, kanë ngelur akoma ke pilafi me fileto pule. Gjithë njerëzit mendojnë që të humbësh peshë do të hash pilaf, do të hash fileto pule, do të hash më pak kalori se ç'konsumon, por nuk keni faj. Kur gjithë njerëzit eksperta vërtet thotë mat kalorit, edhe ju mendoni që duhet të masni kalorit. Por si është e vërteta? Duhet të masim kalorit apo nuk ka rëndësi të masim kalorit? Dhe nëse s'masim kalorit, çfarë teknike mund të përdorim ne që të humbim peshë? Tani, kush më ka parë mua më ka dëgjuar shumë shpesh që unë nuk jam fan shumë i madh i matjes kalorive. Po sot do t'ju ambush një herë mirë e përgjithmonë mendjen, që shikoje deri në fund këtë video, nuk do jetë shumë e gjatë, sepse nuk ka rëndësi që të masësh kalorit nëse je një person që bën një jetë normale, nuk je sportist elitar, nuk je bodybuilder, pra nuk do të konkurosh për konkurs bodybuilding, që të kesh trup me forma perfekte, nuk je atlet 100 metrësh, 1000 metrësh, nutar perfekt. Pra nëse je një person që bën një jetë normale, shkon punë, shkon stërvitje, etj, nuk ke nevojë të masësh kalorit. Dhe në fund të videos do them çfarë mund të bësh që të humbësh peshë pa matur kalorit. Sa okay, them unë mos i mat kalorit, por çfarë do bësh? Tani, fillojmë. Një person që mat kalorit peshon çdo gjë. Peshon rizin, peshon mollën, peshon vezën, peshon këtë, peshon atë. Pra nëse ti do që të humbësh peshë duke matur kalorit, duhet peshosh çdo gjë. Duhet peshosh çdo gjë, ndoshta duhet marrësh një dietë nga një nutricionist si puna ime ose si dikush tjetër, që duhet të japi se çfarë konsumosh, pra 100 gram mollë, 200 gram vezë kështu me radhë. Problemi i parë i matjes kalorive fillon që këtu. Është diçka relativisht e pamundur, por absolutisht e pamundur. Nuk mundesh që të jetosh gjithë jetën duke peshuar çdo gjë. Sepse, mund ta bësh për 1 muaj, mund ta bësh për 2 muaj. More një dietë diku, e mate me ChatGPT, i mate me internet, ka plot gjëra, madje nuk ke nevojë që të merrni dieta, se ke shumë platforma online që janë free, që mund të masni kalorit, madje edhe unë dhe So Healthy kemi bërë një aplikacion falas ku vendos çfarë ushqimi konsumove dhe tregon sa kalori ka. Por mund ta bësh këtë gjë për 1 muaj, mund ta bësh për 2 muaj, po sa do vazhdosh gjithë jetën, sepse kaloritë që ta kuptoni, logjika është që ti ke kalori, pra ke një numër të caktuar kalorish që të mbash peshën që ke një numër të caktuar kalorish që të humbësh peshë, ke edhe një numër të caktuar kalorish që të shtosh peshë. Pra në momentin që ti do të humbësh peshë, do konsumosh më pak kalori se ç'duhet të konsumosh normalisht. Edhe humbe peshë, humbe 5 kg. Pastaj logjika kalorive është që mbasi humbe 5 kg, tani duhet vazhdosh të konsumosh fiks aq kalori sa i duhen trupit tënd që të mbaj peshën që ka. Pra, logjika kalorive është që ti të vazhdosh gjithë jetën të masësh kalorit, gjithë jetën të ecësh me peshore me vete. Pra, të peshosh çdo gjë, sepse logjika jo është ti nuk mund ta dish kurrë se sa kalori po ha. Për shembull, po ha 3 vezë, po ha kaq pilaf, sa gram pilaf ke, sa kalori ka pilafi, çokolata e kështu me radhë. Pra e para është e pamundur relativisht që të rrish gjithë jetën duke matur kalorit. Mund ta bësh 1 muaj, mund ta bësh 2 muaj, të humbësh peshë, po pastaj çfarë do bësh? Pastaj do fillosh të hash prapë si kafsh. Dhe kjo ndodh sepse është bërë një studim në vitin 44, ku një ndër studimet më të mëdha rreth nutricionit, që janë marrë një grup shumë i madh njerëzish, edhe janë dhënë që të konsumojnë shumë më pak kalori se sa duhet konsumonin. Dhe rezultatet që u pan ishin që nuk humbën peshë në masën e pritshme. Pra, si thua, nëse unë për shembull duhet të konsumoj 2500 kalori në ditë normalisht, pra që të rrim peshën që jam, dhe konsumoj për shembull 1800 kalori, llogaritjet pritet që të humb për shembull 4-5 kg në muaj, po marrë zëm. Por këta persona u panë që nuk humbën aq peshë sa llogaritej që të humbnin. Keni online kalkulator që ju tregojnë se
Nëse konsumon një numër të caktuar kalorish, sa peshë humb çdo ditë, çdo javë, çdo muaj dhe kështu me radhë. Dhe u pa që nuk humbën peshë aq sa duhet humbnin. Po pse? Çfarë ndodhi? Ndodhi që u ngadalsua gjëndra tiroide dhe hormonet e tiroides. Tiroidia është një ndër gjëndrat kryesore në trup që rregullon metabolizmin dhe rregullon peshën. Keni vënë re shpesh herë që shumë vajza që janë me tiroide kanë probleme me peshën, sepse rregullon drejt për drejt metabolizmin, rregullon drejt për drejt se sa kalori djeg trupi jot. Tani duhet kuptoni edhe diçka shumë të thjeshtë. Trupi jon ka një numër caktuar kalorish që harxhon gjatë ditës. Unë tash që po flas këtu, po harxhoj kalori. Pra në momentin që po rri, edhe kur rri ulur harxhon kalori. Edhe në momentin që ti i ul kalorit, për shembull ti duhet konsumosh gjatë ditës 2500 kalori në normalitet. Por ti shkon dhe konsumon 2000, se thua do konsumoj më pak se sa i duhet trupit tim që të jetoj, edhe konsumon 2000. Por në momentin që ti e bën këtë gjë, ndoshta për një javë, 2 javë mund të humbësh pak peshë, por pastaj trupi jon është mekanizëm perfekt trupit ton, nuk i intereson që ne të humbim peshë. Ne kemi evoluar këtu, kemi evoluar si qenie për kaq shumë vite, sepse qëllimi kryesor i trupit është që të mbijetoj. Dhe në momentin që trupi e shikon që ti po konsumon më pak ushqim, se sa ti duhet që të mbijetoj, pra që të bëj këto veprimet bazike që unë tani po flas, që të rafi zemra, që të marrësh frym, që të ecësh, që të çosh në këmbë, që të pulsitësh syt etj, pra veprime bazike në jetë, pa bërë asnjë lloj gjëje dhe duke lëvizur gishtin. Atëherë në moment që trupi e shikon që ti po konsumon më pak se ç'duhet konsumoje, atëherë thot prit, këtu ka një problem. Ky person nuk ka ushqim. Edhe nuk i intereson që ti je me dietë, madje nuk e di që ti je me dietë. Trupi thash i intereson që ti të jetosh gjatë. Nuk i plas a dukesh bukur ti, a tri fustani bukur, a duket bluza bukur, a dukesh bukur në plazh apo jo. Kështu që ç'a bën? Fillon ngadalson metabolizmin. Fillon do ndihesh më i ftohtë, do kesh ftohtë në duar, edhe këta persona që bën këtë studimin këto simptoma kishin, pa do të bjerë temperatura e trupit, do ndihesh i lodhur, pra trupi do filloj të shpenzojë më pak energji për veprime bazike. Si thua, ka një sasi energjie të ruajtur trupi dhe fillon e ruan, nuk e nxjerr më, nuk e shpenzon më. E ruan sepse thotë ky person s'ka bukë të haj. Është pa bukë. Kështu që do ruaj energji, do ndihesh më i lodhur, do ta kesh trurin më jo 100% efektiv, sepse edhe truri funksionon me kalori, është energji, çdo gjë. Gjithashtu do të ngadalsohet, siç thash, tiroidia, do bëhet më ngadal. Këtë mënyrë do të ngadalsohet dhe metabolizmi. Gjithashtu do të rritet kortizoli, do të rritet stresi, sepse trupi po kalon një stres që ti po ul kalorit në nivele të larta, edhe duke u rritur kortizoli ne e dim shumë mirë që rritja e lartë e kortizolit është problem shumë i madh për humbjen e peshës. Kur ke kortizol të lartë, pra stres të lartë, është një faktor kryesor që të ndalon dhe të pengon që të humbësh peshë. Gjithashtu do të rritet hormoni grelin, që është hormoni i urisë. Është e vërtetuar që në momentin që futesh në dieta strikte, ke shumë uri. Gjithashtu të bllokohet dhe hormoni leptin, që është hormoni i ngopjes, që është hormon që prodhohet nga qelizat yndyrore dhe i shkon trurit dhe i thot jam i ngopur. Po në momentin që je në dietë strikte, është vërtetuar shkencërisht që ky hormon bllokohet. Pra nuk funksionon shumë mirë. Edhe ti nuk ndjen shumë mirë ngopje, nuk ndjen shumë ngopje. Në këtë mënyrë je gjithkohës i uritur. Pra, një kombinim i ngadalësimit metabolizmit si mekanizëm i vetëmbrojtjes së trupit, një kombinim i ngadalësimit të tiroides, një kombinim i ngadalësimit dhe çrregullimit të hormoneve leptin dhe grelin, pra hormonin ngopjes dhe i urisë, gjithashtu dhe një kombinim dhe një problem me kortizolin e lartë, që ke një kortizol të lartë. Kështu që mos u fiksoni dhe mos u stresoni që të masni kalorit. Do ja them dhe ja kam thënë miliona herë. Mendoni ju që personat që kush janë vendet më jetëgjate në botë, janë vendet në këto zonat blu që janë në Itali të jugut, Itali të mesme, diçka e tillë,
Kret, në Greqi e kështu me radhë. Mendoni që ato njerëz masin kalorit? Jo. Kush është logjika pra që të humbin peshë? Ka shumë argumenta të tjerë që pse nuk funksionojnë kalorit. Tani, jemi të qartë, kalorit funksionojnë. Domethënë nëse ti mat kalorit, të rigjiditën duke matur kalorit, do humbësh peshë. Por a ja vlen? Është pyetja. Sepse ti, si thua, që të shkosh në Durrës, në Tiranë, mund të shkosh me makinë, mund të shkosh me autobus, mund të shkosh dhe me këmbë. Në 3 raste të shkon. Po a ja vlen? A ja vlen të shkosh në mënyrë normale, me makinë, me autobus, me këmbë? Si thua, për të prerë një copë bukë, mund ta presësh me thik, mund ta presësh me grushta, mund ta presësh me gotë, mund ta presësh me pjatë, nëse mundohesh mjaftueshëm, një fet bukë mund ta presësh edhe me pjatë. Po të mundohesh mjaftueshëm, ndoshta do duash 3 orë. Ideja është a ja vlen? A është mënyra më efektive dhe më eficiente dhe më normale për të arritur qëllimin që ti do, pra qëllimi është që ti të humbësh peshë. A ja vlen? Nuk ja vlen. Jo për mendimin tim, nuk ja vlen. Na fat gjatë, për një person që nuk është sportist elitar, për një person që bën një jetë normale, nuk ja vlen që të futesh në vorbullën e matjes kalorive, sepse pastaj fillon dhe gënjen veten. Fillon dhe i thua vetes që po haj deficit kalorik, edhe mund të haj çfarë dua. Ky është një ndër ëndrat e mëdha që shitet. Pra, po konsumoj më pak kalori se që duhet trupit tim dhe mund të haj ëmbëlsirë. Mund të haj një biskot, mund të haj patetinë, por tani futemi tek zgjidhjet reale. Çfarë i duhet trupit ton dhe se si funksionon trupi jon. Trupi jon nuk është makinë që ti i hedh naftë 100 litra dhe djeg 100 litra naftë. Nuk është hekur, është biologji. Funksionon me qeliza, funksionon me mitokondri që djegin energji, funksionon me hormone. Është proces shumë kompleks që ndodh në trupin ton, që ne jemi këtu ku jemi. Nuk është thjesht plus minus. Pra ti fut kalori. Atëherë, nëse për shembull ke konsumon 100 kalori çokoladë, edhe konsumon 100 kalori po them mish. Atëherë, 100 kalori çokoladë, si fillim do jetë sasi shumë e vogël, nuk do jetë sasi shumë e madhe. E dyta nuk ka fare vlera ushqyese. Ndoshta mund të ketë pak magnez çokolada, po flas çokoladë nga këto që janë çokoladë paketuara, ajo çokoladë zezë 100%, ose po them 100 kalori ëmbëlsirë, një ëmbëlsirë çdo qoftë. Nuk ka asnjë vlerë ushqyese, është sasi e vogël. Do të japi rritje shumë të lartë të sheqerit në gjak, insulinën, që do të shpjegoj pak më vonë. Edhe do të marrë uria shumë shpejt. Nuk do të ngopi. Nuk do të ngopi sepse trupi kërkon vlera ushqyese. Trupi kërkon vitamina, trupi kërkon proteina, trupi kërkon fibra, trupi kërkon yndyrna të shëndetshme. Trupi kërkon minerale, magnez, kërkon vitaminën A, vitaminën E, D, K, kërkon magnez, zink, kalcium, selenium për tiroiden, kërkon vitaminë C, kërkon fibra, prebiotik, probiotik, nuk kërkon kalori. Trupi, domethënë, ushqimi ka vlera ushqyese, ka dhe kalori. Por ama si fillim, vitaminat na ndihmojnë që ne të bëjmë procese në trup, që të funksionojnë organe. Janë jetësore për ne. Momentin që ti fokusohesh te kalorit, harron vitaminat. Por bëhet problematike, sepse si thash, 100 kalori ëmbëlsirë nuk do të ngopim. Nëse 100 kalori mish, do të marrësh vitaminën A, vitaminën D, vitaminën E, vitaminën K, do marrësh zink, do marrësh proteina, do marrësh yndyrna të shëndetshme. Dhe do të ngopim. Do të ngopim më shumë se sa ajo 100 kalori ëmbëlsirë. Dhe pas 2 orësh, pasi ke konsumuar ëmbëlsirën, do të hahet bukë prap. Tani nëse je në deficit kalorik, do thuash nuk do haj, sepse kaq kalori do të konsumoj. Dhe vuan, dhe këtu ke rritjet e kortizolit. Nëse nëse konsumon 100 gram mish, nuk do të hahet bukë pas 2 orësh. S'do kesh uri. E kaq. Nuk ka stres. Nuk e ke mat kalorit, nuk e di sa kalori ka 100 kalori. Nuk intereson sa kalori ka mishi. Ama nuk e stres. Je i ngopur. Por
Në një momentin që ti fillon dhe shtyp ndjesinë e urisë, atëherë është problem. Atëherë diçka po e bën gabim në dietën tënde. Dhe parimi kryesor i dietave që ulin kaloritë kanë që të shtypësh urinë. Për trupin normalisht funksionon kur nuk ke uri. Pra një njeri normal gjatë ditës duhet ta shtyp pa uri. Jo të shtypësh urinë, jo të kesh uri dhe të thuash nuk po haj bukë. Jo, ajo është gabim. Nuk është gjë normale. Okej, mund të ndodhi nëse ti ke filluar të shesh shëndetshëm në ditë e para, javë e para do kesh uri, por nuk mund ta shtysh gjithë jetën duke shtypur urinë. Të pa u zgjatur shumë, çfarë funksionon realisht? Thash, trupi jon kërkon vitamina, kërkon vlera ushqyese dhe vitaminat dhe vlerat ushqyese i marrim nga ushqimet natyrale. Nuk ka rëndësi, nuk ka një ushqim perfekt dietik që të humbi peshë. Shumë njerëz më pyesin çfarë të haj që të humb peshë. Nuk ka lidhje çfarë, duhet të pyesësh çfarë mos të haj që të humb peshë, jo çfarë të haj. Hiq ushqimet ultra të përpunuara, hiq ushqimet me sheqer të shtuar, ushqime që nuk t'japin asnjë vitaminë, asnjë vlerë ushqyese. Ha ushqime natyrale, çdo ushqim që është natyral ka vlera ushqyese. Frutat, perimet, bulmeti, mishi, vezët, drithërat, bishtajoret, fasulet, gjitha ushqime natyrale. E para. E dyta, një ndër gjërat e studiuara dhe stër studiuara shumë herë është hormoni i insulinës. Nuk e kam dhjamin këtu, e kam andej. Atëherë, ne ruajmë dhjam, pra procesi normal që ne ruajmë dhjam është kur rritet insulina. Insulina rritet kur konsumon ose vakte të pasura me shumë karbohidrate, pa shoqëruar me fibra, proteina, yndyrna, dhe zakonisht në natyrë nuk ke ushqime shumë të pasura vetëm me karbohidrate. Pra nuk është se do thuash ti banania ka sheqer, ka karbohidrate, pra ma ka dhe fibra. Ka dhe fibra, nuk do të kesh rritje shumë të lartë sheqerit në gjak. Pra, kur konsumon një gjë që ka shumë karbohidrate, shumë sheqer, për shembull një ëmbëlsirë, do kesh rritje shumë të lartë sheqerit në gjak. Edhe kjo ndodh kur konsumon ushqime të përpunuara, kur konsumon patetina, pica, kur konsumon makarona me shumicë që janë ushqime përpunuar, kur konsumon ëmbëlsira dhe kështu me radhë. Dhe kur ti ke rritje sheqerit në gjak, pra konsumon një ëmbëlsirë, të rritet sheqeri në gjak. Insulina del nga pankreasi, elçon pankreasi, është një hormon, e merr sheqerin dhe se thua se çon për qeliza, e çon për muskuj, e çon në mëlçi, e kështu me radhë. Është proces jetik, nuk është hormoni i dëmshëm insulina, është hormon jetik, pa insulinën do merresh në fund. Edhe po problemi është kur ky veprim bëhet vazhdimisht. Pra kur ti konsumon ushqim gjithkohës, sidomos ushqime me sheqer. Për shembull konsumon ëmbëlsira gjithë ditën, sufllaqe, pica, ke gjithmonë rritje insuline, dhe kur ti e bën shpesh këtë veprim, atëherë pankreasi dhe insulina nuk punojnë më shumë mirë, bëhen rezistente. Ta themi shqipshe kur çakordohen ose nuk funksionojnë më shumë mirë. E në momentin që këto nuk funksionojnë më shumë mirë, atëherë ç'a ndodh? Muskujt i ke plot me glukozë, qelizat i ke plot me glukozë, pra nuk ka nevojë më muskujt për glukozë, se ke ngrënë mjaftueshëm sot sheqerna. Atëherë ç'a bën? Kjo shkon dhe ruan si masë dhjamore. Plus, duke mos funksionuar mirë insulina, pankreasi duhet që të lëshojë akoma dhe akoma më shumë insulinë, akoma dhe akoma më shumë insulinë, edhe bëhesh insulin resistant, bëhesh rezistent ndaj insulinës. Do mendoj që bëhesh rezistent ndaj insulinës, dihet që shumica e ushqimeve që ti do konsumosh të ruhen si masë dhjamore. Edhe kështu fillon shton dhjam. Ke beli dhe kështu me radhë. Një faktor është insulina. Faktori i dytë, proteina. Shumë studime tregojnë që truri jon nuk arrin të ndjejë ngopjet në momentin që nuk e konsumuar mjaftueshëm proteinë gjatë ditës. Një rregull është 30 gram proteina në vakt, mesatarisht. Është një ndër makronutrientët më të rëndësishëm për personat që duan të humbin peshë. Nëse nuk konsumon mjaftueshëm proteina, ta kesh shumë vështirë që të humbësh peshë, sepse nuk do ndjesh ngopje. Është hormoni GLP-1 që rritet në momentin që konsumon proteina, njëjti hormon që nxit dhe ilaçi Ozempic, gjithashtu edhe hormoni PYY. Dy hormone shumë të rëndësishme që i japin sinjale trurit që je i ngopur, po në momentin që nuk ke mjaftueshëm proteina në sistem, atëherë nuk do jesh i ngopur. Për shembull, në një ditë që konsumon shumë ushqim, nëse e vëni re, por nuk ke shumë proteina, baza është më shumë karbohidrat, flas ku diun pica,
pasta, byreqe, fast food, sufllaqe, kështu me radhë, edhe pse ke konsumuar shumë, prap nuk je i ngopur, prap të hahet bukë më vonë. Edhe ky është problem, që ty të prish rezultatin. Kështu që pa e zgjatur shumë. Është shumë e thjeshtë, të humbësh shpesh, të jetosh shëndetshëm, nuk ka nevojë të stresohesh, nuk ka nevojë të peshosh çdo ushqim, nëse për ty, nëse ti mendon që të matja kalorive funksionon për ty, mund ta bësh, për mua nuk ka asnjë problemi. Unë thjesht po flas për njerëzit që duan një zgjidhje më normale dhe më njerëzore, edhe nuk duan, edhe kanë pamundur, edhe i duket idiotësi dhe shumë e vështirë që të bëjnë atë ritmin e kalorive, por që këshilla fundit do kisha për gjithë njerëzit, do ishte ajo që funksionon për mua. Konsumo mëngjes, sepse në momentin që nuk konsumon mëngjes, je më i prirur që të konsumosh më shumë ushqime gjatë ditës. Është një këshillë shumë e vlefshme. Ka njerëz që funksionojnë edhe pa mëngjes, super, por nëse mendon që ke uri gjatë ditës, unë do thosha konsumon mëngjes mirë, konsumo vezë, konsumo avokado, konsumo kos, konsumo bukë me gjith, konsumo bukë me gjallë, konsumo fruta të thata, konsumo arra, bajame, kështu me radhë, pra ushqime natyrale, një mollë, një banane. Sepse në momentin që ha mëngjes, sidomos me proteina, je më i ngopur gjatë ditës. Je më pak i predispozuar që ta abuzosh gjatë ditës me ushqimin. Dhe mëngjesin që konsumon, bëj edhe një gjë tjetër, mos ha darkë të rëndë. Sepse dihet që trupi jon funksionon sipas një ritmi cirkadian, ku gjatë ditës metabolizmi jon, insulina jon, sistemi jon tretës punon më mirë, sa gjatë darkës metabolizmi jon, insulina jon dhe sistemi jon tretës është më i ngadalt. Dhe nëse ti në darkë konsumon ushqime shumë të rënda, ta di shumë mirë që ajo ushqim nuk do përpunohet një lloj siç do përpunoheshe po ta konsumoje mëngjes. Pra, nëse konsumon në darkë një vakt, si thua 3 feta bukë, dhe po të njëjtin vakt ta konsumosh në mëngjes do përpunohet më mirë nga trupi, insulina, sistemi i tretës e kështu me radhë sesa në darkë. Në darkë ka më shumë predispozim që të ruhet si masë zemore, sepse normalisht trupi jon në darkë bëhet gati për gjumë. Dhe ngadalësohet metabolizmi, sistemi i tretës, rritet hormoni melatonin, që është hormoni që të bën që të flesh gjumë, insulina bëhet më ngadalt, edhe je i predispozuar që të shtosh shpesh. Këto janë disa nga këshillat e mia. Unë mund vazhdoj të flas pafundësisht për këshilla për të humbur peshë, por tematika ime kryesore sot ishte rreth matjes kalorive. Që ta vendos një herë mirë pikën mbi i, se si është puna e kalorive. Që unë për shembull veten time nuk e di fare sa kalori konsumoj. Njerëzve mund të duket e çuditshme, që nuk e di, edhe shumë njerëz tjerë të logjikshëm nuk e din sa kalori konsumojnë, nuk e nevojë ta dish, sepse për sa kohë konsumon ushqime natyrale, për sa kohë konsumon ushqime me vlera ushqyese, nuk konsumon ushqime të përpunuara, pislliqe, saktë, nuk e nevojë ta dish sepse trupi vetë rregullohet. Kaloritë janë shpikur, matja kalorive është shpikur në vitin 1920 pak, nuk e di. Para asaj date asnjë njeri nuk dinte se si mateshin kaloritë, çfarë ishte matja kalorive, dhe ne jemi bërë më obez që mbas fillimit të matjes kalorive, sesa para se dinim si të mateshim kaloritë.